njeriu që është shumë xheloz. Ai nuk mundet njëtën e vetë me qenë rahat, mas pari me caktimin dhe determinimin e Zotit. Pastaj nuk mundet me qenë rahat edhe me ty edhe me të tjerët. Xheloz, apo xhelozia e smur është ajo xhelozia e cila akumulohet te një njeri, ai mundet me qenë edhe besimtar, edhe me pretendu se është i mirë po e ka atë smundje shpirtërore dhe çdo sen i mirë tek të tjerët që arrin mbi te, atina i pengon. Nëse ti ke qenë shok shkolle me te, dhe ti ke mujt një vit apo 2 vite ma shumë shkollim me i kryesaj, ai nuk dënë mo. Ajo është xheloz. Nëse pasurin biznesin e keni nis bashkë, po të është ti ke ecë pak ma nalt, të ka dhonë Zoti bereqet, ke qenë punëtor i mirë, e ke dhonë sadakan, e ke dhonë zekatin, i ke trajtu punëtor të mirë edhe Allahu të ka ngrit. Ta është ky xhelozi nuk mundet me përballua. Zoti një grua besimtare, muslimane të mirë, nuk mundet me përballu, pse ai nuk e ka gruan ndoshta besimtare, muslimane të devotshme sikur ti. Të ka dhënë Zoti evlat, e i kin rrugën e hajrit, e i kin rrugën e Zotit, e mësojnë fenë, e din për fenë, e din për dynjan, e i respektojnë prindrit, ai ka të kundërt, që se din as fenë, as dynjan, as i respektojnë prindrit, fillon me xhelozue. Këta xhelozët bin kundërshtim me kaderin, me caktimin e Allahut të madhruar. Sepse Allahu i madhruar thotë, apo i xhelozoni njerëzit për ato që Allahu a ka dhënë nga mirësitë e tij. Kjo është mirësi e Allahut, jep kujt don shkollën, jep kujt don autoritetin, jep kujt don pushtetin, jep kujt don biznesin, pasurinë, jep kujt don familjen. Andaj na duhet me qenë tash në kundërshtim me urdhnat e Zotit, me adhuratën e Zotit, asnjëherë